Albini. O Zed. Zed. Gel, Zed Albini o git. O Zed. Zed Albini. Albini.
pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë kryeqytet kulturore historik tonin, këtu në Prizren më të bukurin vend. Burrat dhe gratë e Kosovës, vajzat dhe djemt, nga foshnje deri te më të moshuarit, zëri juaj, puna juaj, kërkesat tuaja, ju jeni arsyeja pse ekziston qeverisja jonë. Studentët që zgjojnë diturin, profesorët që ndezin dijen, profesionistët e të gjitha profileve që mbajnë dhe zhvillojnë shtetin, që na mbrojnë jetën dhe rrisin ekonominë, artistët që japin Kosovës nderim dhe prestigj botror, sportistët që sakrifikojnë çdo ditë për të sjellë medale atë dheut tonë, inxhinierët që ndërtojnë urat, rrugët, energjinë e minierat, teknologjinë dhe industrinë. Dija dhe puna e tyre është themeli i shtetit që funksionon. I kemi në mendje dhe në planet tona për qeverisje të mirë. Policët në çdo patrull, hetim dhe parandalim, siguria e qytetarëve ndërtohet nga përgjegjësia dhe ndershmëria e tyre. Ushtarakët, dija dhe përgatitja e tyre janë prioritet për ne, për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve. Invalidët dhe veteranët e luftës, liria që sollet me armë është detyra që ne sot e përkthejmë në ligj e drejtësi, në begati e siguri në një shtet i cili i ruan dhe i mbron të gjithë. Pensionistët dhe të moshuarit, mundi dhe sakrificat e tyre janë shembulli për shoqërinë dhe standardi i dinjitetit. Ata që na kanë sjellë deri këtu janë mbështetje dhe udhërrëfim për ne. Fermerët që dimër e verë punojnë tokën duke pasuruar markën Made in Kosova. Kjo qeverisje është për ju, për të gjithë ju. Ne besojmë te forca e vullneti, mundi dhe dija juaj. Ne ju shërbejmë edhe me respekt, edhe me gëzim. E qytetarit të nderuar të pranishëm është matësi i forcës së shtetit. Në zërin e qytetarit qëndron ritmi i sigurisë. Në gjendjen e qytetarit, kur ai ndjehet i mbrojtur, vendi, ecën e çdo familje është e sigurt, sepse edhe një betejë më shumë gjithsesi e fituar për shtetin. Qytetari që nuk lëshon pe e ngre zërin. Qytetari i cili nuk mjafton të dëgjohet, por udhëzon e udhëton bashkë me tjerët. E kur mbrohet qytetari, mbrohet edhe shteti. Mbrojtja e qytetarit është baza e çdo vendimit tonë. Një punë e sigurt është shenjë e një shteti të fortë. Siguria shëndetësore është pasqyrë e përkujdesjes shtetit. Arsimi i sigurt mundson edukim vleror dhe karrierë profesionale. Siguria është më shumë se fjalë, është harmonia e jetës përditshme. Familja e mbrojtur është vendi i sigurisë të gjithëve. Kur qytetari ndihet i mbrojtur, ekonomia merr frym thellë. Me mbrojtje për herë ka perspektivë. Andaj siguria është prioritet i yni në 4 vjeçarin e ardhshëm. Por njëkohësisht kjo siguri do të jetë siguri e begatisë së shoqërisë tonë të vendit tonë. Begatia nuk është begati për disa, por për gjithë. Kur shteti pasuron shoqërinë, secili e ndjen ndryshimin. Për ata që nuk kanë,
çdo vendim është mundësi. E begatia nuk matet me fjalë, por me veprime që ndjehen. Kur të gjithë ndajnë sipas mundësisë, vendi bën progres. Pasurimi i shtetit është reflektim i pasurisë së qytetarit. Begatia është dhurata për ata që luftojnë e përpiqen për çdo ditë. Kur qytetari nuk lëshon pe, begatia arrin të çdo familje. Shteti që pasuron shoqërinë, fuqizon komunitetin. Përparimi vjen kur shoqëria nuk ndahet nga ata që kanë më pak. Kur vlera ndahet drejt, begatia bëhet universale për çdo kënd dhe kudo dhe kurdo. Andaj, begatia është prioriteti tjetër së bashku me sigurinë i lëvizjes vetëvendosje dhe i partnerëve të saj për qeverisjen në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. E të dashur qytetar, siguria dhe begatia e kanë adresën me numrin 116. Çdo vot për këtë numër është një hap drejt sigurisë dhe begatisë gjithnjë më të madhe. 116 nuk është vetëm numër, është ritëm i forcës qytetare. Kur qytetari vendos, ndryshimi bëhet i prekshëm. Nga çdo vot varet mundësia për pasurimin e shoqërisë. Secila vot bëhet koordinat e sigurisë. Prandaj, edhe kur thrasim mos lësho pe, nuk është vetëm fjalë, por është edhe veprim. Kur qytetari nuk lëshon pe, shteti nuk ndalet. Ritmi i mos lëshimit pe është betej për siguri dhe begati. Mos lësho pe është kujdes për të nesërmën. Çdo hap para është mos lësho pe në veprim, në ecje, në përparim. Mos lësho pe është energjia e bashkësive të mjekëve, inxhinierëve, profesorëve, artistëve, sportistëve. Është motivi i policëve e ushtarakëve. Është motoja e studentëve dhe nxënësve. Çdo hap i qytetarit e ka tingullin e ndryshimit, duke mos lëshuar pe për ndryshime gjithnjë e më të mëdha për të gjithë qytetarët pa dallim. E ne që jemi këtu dhe jo vetëm, tash dhe jo vetëm, për siguri dhe begati duke mos lëshuar pe, jemi bashk veçse edhe për herë më shumë. Vetëvendosja, guxo, Alternativa dhe PSHDK-ja marshojnë si një front i gjerë, bashk të përqendruar në përgjegjësinë që ka shteti ndaj qytetarëve. Kjo marrëveshje koalicioni nuk është thjesht listë emrash, është kontratë për drejtësi, zhvillim progresiv, siguri e ndershmëri, është marrëveshje për begati. Bashkimi ynë nuk lind nga kompromiset vogla, lind nga urgjenca e punëve që i duhen vendit, sepse ne duam dhe punojmë për një Kosovë të drejtë e të mirë, të drejtë e të begatë. Për të gjithë duke filluar nga ata që kanë më shumë nevojë. Prandaj të angazhohesh për siguri e për begati, do të thotë tashmë të bësh drejtësi. Ky koalicion është sinjal me jehon të fuqishme. Forcat politike mund të bashkohen rreth vlerave kombëtare e qytetare, rreth dobisë publike e sociale. 4 forca të ndryshme, një angazhim i vetëm, të punojmë për shtetin, të punojmë për qytetarët. E ardhmja e vendit tonë nuk është e ndarë. Së bashku e bëjmë të qartë.
qytetari mbi gjithçka, angazhimi politik e publik mbi çdo interes të ngushtë atë fshet. Dhe kjo listë jona e përbashkët flet me dije. 13 doktor shkencash, 7 specialist mjekësor, 61 me master dhe profesionist të formuar për t'i shërbyer shtetit, jo për t'a shfrytzuar atë. Dija këtu nuk është dekor. Dija me ne është mjet qeverisje. Ne nuk I kemi frikë numrat, sepse numrat tonë tregojnë cilësi, arsim të lartë, përvojë të vlefshme dhe përgjegjësi publike. Në këtë listë janë ata që e mbrojtën Kosovën me armë dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e me punë. 15 veterane dhe veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës janë listën tonë. Sepse lufta shqiptare nuk është vetëm histori kombëtare. Ajo është ndërgjegje që vazhdon të marrë përgjegjësi. Këta kandidat e ka njohur lirinë si sakrificë, jo si privilegj. Ka njerëz që për lirinë u përgjigjen me rininë e tyre dhe sot për shtetin përgjigjen me përkushtimin e tyre. Kjo listë mban plag, por mban edhe mburje. Kjo listë nuk mban urrejtje, mban kujtesë dhe drejtësi, por kurse se hakmarrje e mëri. Familjarët e dëshmorëve, martirëve, zhdukurve me dhunë nga Serbia, nuk janë këtu për simbolik, por për përgjegjësi historike. Një shtet serioz nuk e harron kur flijimin, e përkthen atë në politikë të ndershme. E në këtë listë, me këtë parim, bashkjetojnë brezat, nga 24 vjeç deri në 78 vjeç, sepse Kosova ka nevojë edhe për energji, edhe për urtësi. Të dyja këto I gjeni në listën tonë të nderuar. Mosha mesatare prej 44 vjeç në listën tonë është ekuilibri ynë mes guximit për ndryshim dhe përvojës për qëndrueshmëri. 39 gratë kandidate nuk janë kuotë në këtë listë, janë thelbi I angazhimit tonë dhe emancipimit shoqëror. 39 gra që sjellin dije, përvojë dhe guxim politik. Kjo është listë që hap dyer për herë të parë dhe I bashkon ata që kanë punuar më parë. Përvoja nuk është barë kur shërben, është kapital kur është e ndershme. Mërgata jonë po ashtu nuk është spektatore, është pjesë aktive e shtetit. Andaj kemi në listën tonë pjesëtar të çmuar nga mërgata jonë. Këtu janë ekonomist, mjek, jurist, inxhinier, artist e ushtarak, sepse shteti ndërtohet me shumë dije, jo me një zë të vetëm. Kjo listë nuk është për pushtet personal, është për shtet funksional. 24 profesionistë të financave dhe të ekonomisë janë në listën tonë prej 110 kandidatësh. Prej doktorëve të shkencave në universitetet më prestigjioze në botë, e deri te ndërmarrësit e suksesshëm vendor. Secili sjell shteti dije dhe përvojë që transformon politikën në veprim. 17 profesionistë të mjekësisë dhe të shëndetësisë janë po ashtu në këtë listë, sepse për ne jeta dhe shëndeti janë në thelb të sigurisë e të begatisë. 24 studiues shkencave humane, politike të diplomacisë I kemi në listën tonë prej profesorëve universitar
e deri tek veprimtarët politik. 47 ish deputet dhe 16 ish ministra, kështu jemi siguruar se përvojën do ta kemi edhe më tej në shërbim të zhvillimit të gjithëmbarshëm. E në këtë listë, plot 37 kandidat janë për herë të parë. Dëshmi se politika jonë nuk mbyllet në rreth, por hapet çdo ditë, çdo herë në horizonte plotësisht reja. Një listë me ekonomi, drejtësi, diplomaci, art e kulturë dhe shkencë, sepse për shtet duhen të gjitha dijet dhe përvojat dhe talentet. Edhe studentët janë në këtë listë, sepse e ardhmja nuk pret të diplomohet për ta marrë fjalën. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, më lejoni që një nga një të prezantoj të gjithë kandidatët e listës tonë, e listës tuaj fituese me numrin 116. Letja fillojmë nga Glau Konjufca me numër 2. Glauku ka studiuar filozofi në Universitetin e Prishtinës, përveç shumë shkrimeve në këtë fushë ka botuar edhe librin Huti i Minervës fluturon në muzikë Hegeli, Epistema e dhomës së zezë dhe gjithashtu librin e tretë të tij Ontologjia e artit 7. Në vitin 2010, sikur se edhe unë u zgjodh për herë të parë deputet i lëvizjes vetëvendosje, asë kohë në legjislaturën e 4. Aktivist dhe deputet ka shërbyer si antar i disa komisioneve parlamentare. Ishte edhe shef i grupit ton parlamentar, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe kryetari i Kuvendit të Republikës për një mandat. Glau Konjufca, nënkryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje. Me numër 3, Donika Gërvalla Shvarc. Donika Gërvalla Shvarc është bia Jusuf dhe Suzana Gërvallës. Është edhe mesa e bardhoshit e nënësojshë. Ka studiuar muzikë në konservator dhe më pas drejtësi në Universitetin e Hamburgut. Në shkurt të vitit 2021, si pjesë e listës Guzo, u zgjodh deputete e Kuvendit Kosovës dhe në mars 2021 e morri detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres punëve të jashtme dhe diasporës. Donika është bashkëkryetare e partisë Guzo. Me numër 4, Avni Dehari. Avni Dehari ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Mësues, redaktor, shkrimtar dhe deputet me preardhje nga Kumanova e me mbi 33 libra letrar për fëmijë dhe të rritur. Ndër vite është përkushtuar për kulturën dhe arsimin shqip në vendlindje e në Mërgat.
Albulena Haxhiu është me numër 5. Albulena I ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe më pas ka studiuar studimet pas-universitare në të drejtën penale në Universitetin e Evropës Juglindore. Aktiviste, deputete në disa legjislatura radhazi, ka shërbyer si ministre e drejtësisë për një mandat të plot 4 vjeçar, aktualisht është nënkryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës. Me numër 6 është Hekuran Murati. Hekurani ka studiuar për menaxhim biznesi në Universitetin Amerikan në Kosovë dhe më pas ka ndjekur studime master në menaxhim të investimeve në Hochschule Bremen dhe University of North Carolina në Wilmington të SHBA-ve me specializim financa ndërkombëtare. Ai ka shërbyer si analist financiar dhe konsulent në Ministrinë e Financave, Bankën Qendrore të Kosovës, si koordinator në International Medical Corps Tirana dhe si drejtor nacional në SOS Kinderdorf International. Në vitin 2013 u emërua drejtori I drejtorisë inspeksionit në komunën e Prishtinës, në qeverinë Kurti Ne shërbeu si zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Administratës Publike, kurse në qeverinë Kurti 2 u emërua dhe vazhdon të jetë ministër I Punëve të Brendshme. Me numër 8, Mimoza Kusari Lila. Mimoza ka përfunduar studimet master në administrimin e biznesit në Universitetit Duke në Pittsburgh të SHBA-ve me specializim në e-commerce. Ajo ka qenë përfituese e bursës Fulbright në Universitetin Georgetown, ka shërbyer si deputete, zëvendës kryeministre dhe ministre e tregtisë e industrisë, kryetare e komunës Gjakovës dhe shefe e grupit ton parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Mimoza është themeluese dhe kryetare e Partisë Alternativa. Me numër 9, Hajrullah Qeku. Hajrullah ka studiuar shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe ka magjistruar në qeverisje dhe zhvillim lokal në Universitetin e Trentos në Itali dhe më pas edhe në Universitetin e Regensburgut në Gjermani. Hajra është angazhuar më shumë se 15 vjet për çështje trashëgimisë kulturore, turizmit, planifikimit urban dhe të mjedisit. Ka shërbyer si zëvendësministër I turizmit dhe I mjedisit në qeverinë e Republikës Shqipërisë, në zgjedhjet parlamentare të viteve 2019 dhe 2021 u zgjodh deputet në Kuvendin e Kosovës, ndërsa nga marsi 2021 shërben si ministër I kulturës, rinisë dhe sportit. Me numër 10, Shqipe Mehmeti Selimi. Shqipja ka studiuar menaxhment dhe informatik, ka qenë pjesë aktive e ushtrisë shërimtare të Kosovës në zonën operative Drenicës së luftare në vitin 1998 dhe më pas në zonën operative të Karadakut në vitin 1999. Ajo ka qenë deputete në legjislaturën e 8 dhe të 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe antare e Komisionit për çështjet sigurisë dhe të mbrojtjes. Me numër 11, Andin Hoti. Andin Hoti është djali I profesor Ukshin Hotit. Ka studiuar menaxhment dhe informatik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës. Më herët ka shërbyer si deputet I Kuvendit të Republikës Kosovës, antar I Komisionit për Bujqësi dhe I Komisionit për Financa Publike,
që nga viti 2021 ushtron detyrën e kryesuesit të Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur. Në këtë pozitë ka udhëhequr procesin e institucionalizimit të kërkimit për personat e zhdukur me dhunë. Me numër 12, Arben Vitia. Arben Vitia ka diplomuar në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë, në drejtimin mjekësie përgjithshme, ka shërbyer si drejtor në drejtorinë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës. Në 2 palë zgjedhjet e fundit në Kosovë, Arben Vitia u zgjodh deputet i Kuvendit të Republikës dhe në 2 qeveritë e formuara nga lëvizja vetëvendosje ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë. Saranda Bogujevsi është numër 13. Saranda ka diplomuar në Universitetin Metropolitan të Manchesterit në Britani dhe është në përfundim të studimeve master në drejtësi transicionale, drejtat e njerëzit, ligj dhe rend në Akademinë e Gjenevës. Ajo është një nga të mbijetuarat e masakrës së Podujevës gjatë luftës në Kosovë. Saranda më herët ka shërbyer si drejtoreshe kulturës, rinisë dhe sportit në Prishtinë. Në legjislaturën e fundit, Saranda ishte nënkryetare e Kuvendit Kosovës dhe kryesuese e delegacionit Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Numër 14, Arbrije Nagovci. Arbrije Nagovci ka diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe dhe për drejtësi, ndërsa ka përfunduar studimet master në shkencat juridike ndërkombëtare. Karrierën e saj profesionale e ka nisur si mësimdhënëse e gjuhës shqipe, ka shërbyer si drejtore për arsim komunën e Prishtinës, si nënkryetare e Kuvendit mandej, ndërkaq aktualisht drejton Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe është kryesuese e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Me numër 15 është Zef Morina. Zef Morina është i diplomuar në drejtimin ndërtimtari dhe arkitekturë në Fakultetin Teknik të Universitetit të Prishtinës. Në vitin 1990 është bërë pjesë e Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, e themeluar nga akademik Mark Krasniqi. Në vitin 1998 është zgjedhur deputet dhe nënkryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës aso kohe nën okupim. Ka qenë bashkëdrejtuesi i Departamentit Postës dhe Telekomit të Kosovës, Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit të Kosovës pas çlirimit, si dhe deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, e nga viti 2020 është kryetar i Partisë Shqiptare Demokristiane. Me numër 16 është Ejup Maqedonci. Ejup Maqedonci ka përfunduar 2 programe master. Master në studime strategjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kolegjin Ushtarak të Luftës në Pensilvani dhe masterin e shkencave dhe arteve ushtarake nga Kolegji i Komandës dhe Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ejupi ka shërbyer si komandant i batalionit të parë të brigadës 153 të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Me një karrierë 24 vjeçare si oficer ushtarak i Kosovës, Ejup Maqedonci e mban gradën kolonel, ndërkaq në vitin 2023 është emëruar ministër i mbrojtjes. Me numër 17, Jeta Statovci.
Jeta i ka përfunduar studimet master në ekonomi dhe politika shëndetësore në London School of Economics në Mbretërinë e Bashkuar. Si deputete në legjislaturën e 8 Kuvendit Kosovës, ajo ka shërbyer si nënkryetare e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti dhe si antare e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere. Jeta Statovci është nënkryetare e Partisë Guzo. Me numër 18, Fatmire Mulhoxha Kolçaku. Fatmirja është doktoresh dhe specialiste epidemiologjisë, ka përfunduar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për Indërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Në politikë është angazhuar që nga viti 2004 dhe është zgjedhur deputete në 5 legjislatura të Kuvendit Kosovës. Në aspektin organizativ, ka shërbyer 2 mandate si nënkryetare e lëvizjes vetëvendosje. Me numër 19, Artane Rizvanolli. Artane Rizvanolli ka përfunduar studimet në ekonomi në Universitetin e Prishtinës dhe studimet master në Universitetin Staffordshire të Mbretërisë Bashkuar. Në vitin 2012 ka doktoruar në fushën e ekonomisë në të njëjtin universitet me temën mbi lidhjen mes kapitalit njerëzor dhe investimeve të huaja direkte në ekonomitë evropiane në tranzicion. Për 15 vite punoj si hulumtuese dhe konsulente për politika publike me organizatat të shoqërisë civile, ndërkaq që nga viti 2021 shërben si ministre e ekonomisë në qeverinë e Republikës Kosovës. Me numër 20 është Armend Muja. Armend Muja është ekonomist, ligjërues dhe deputet, gjatë studimeve master dhe të doktoraturës në London School of Economics dhe në Corvinus University, ai ka studiuar dhe hulumtuar ekonominë politike dhe rolin e institucioneve në performancën ekonomike në Evropën juglindore. Në legjislaturën e fundit ka shërbyer si kryetar i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere. Rozeta Hajdari, numër 21. Rozeta është magjistre shkencave për biznes dhe ekonomi nga Universiteti Linnaeus në Suedi dhe kandidate për doktorat në Universitetin e Prishtinës. Ka ligjëruar në Universitetin Haxhi Zeka në Pej dhe në atë Amerikan në Prishtinë. Në vitin 2020 u emrua ministre e ekonomisë, aktualisht shërben si ministre e tregtisë, ndërmarrësisë dhe industrisë. Me numër 22 është Dimal Basha. Dimal Basha ka studiuar të drejtën penale ndërkombëtare në John Jay College of Criminal Justice, New York, ndërkaq ka përfunduar studimet master në marrëdhënie ndërkombëtare me fokus në konflikt dhe siguri në New School University, po ashtu në New York. Dimal Basha ka shërbyer si deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës për 3 mandate nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Në vitin 2025 u zgjodh kryetari i Kuvendit Kosovës. Në mandatin e tij, për herë të parë, lista serbe që prej vitit 2014 nuk është më pjesë e kryesisë Kuvendit Kosovës. Me numër 23, Fitore Pacolli Dalipi. Fitoria i ka përfunduar studimet master në politika dhe qeverisit Bashkimit Evropian
në London School of Economics në Mbretërisë Bashkuar, është kandidate për doktoraturë në shkenca politike dhe drejtësi në Universitetin e Grazit në Austri, ka ligjëruar në Kolegjin Universum dhe programin e përbashkët të Kolegjit Reinvest me LSE në Londër. Fitoria ka qenë deputete në 4 legislaturat e fundit dhe ka shërbyer si kryetare e Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim. Me numër 24, Hysen Durmishi. Hyseni ka përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës të Universitetit Prishtinës. Në vitin 1997 ishte në organizim të protestave studentore, kurse në vitin 1998 ju bashkua Ushtrisë Shqiptare të Kosovës si ushtar i Brigadës 123. Gjatë luftës, Hysen Durmishi ishte edhe i burgosur politik, është ndërthemelues televizjes vetëvendosje e nga gushti i vitit 2025 ka mbajtur detyrën e ushtruesit të detyrës së ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe të Infrastrukturës. Me numër 25, Artan Abrashi. Artan Abrashi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, aktivitetin politik e ka nisur në vitin 2005 si antar i ri i lëvizjes vetëvendosje, por sa u themelua ajo. Ajo u zgjodh deputet në legislaturat 7, 8 dhe 9 të Kuvendit Kosovës e aktualisht Artani është kryetar i Qendrës së Lëvizjes vetëvendosje këtu në Prizren. Arbresh Kryeziu Hyseni mba numrin 26. Arbresha është diplomuar në gazetari në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit Prishtinës dhe i ka ndjekur studimet postdiplomike në komunikim në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit të Gentit në Belgjik. Arbresha ka shërbyer si deputete e Kuvendit Kosovës që nga viti 2019 në legjislaturën e fundit. Ajo ishte kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Diasporë. Me numër 27, Haxhi Avdyli. Haxhi Avdyli është mjek specialist i neurokirurgjisë me master menaxhim dhe politika shëndetësore. Ka shërbyer si mjek në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe më pas si neurokirurg dhe profesor. Doktor Haxhiu që nga viti 2017 është deputet në Kuvendin e Republikës dhe në zgjedhjet e vitit 2025 kandidon nga lista e lëvizjes vetëvendosje bashk me partin Guzo nga radhët e kësaj të fundit. Në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, ndër të tjera ka publikuar librin Ndarja shoqërore e punës sipas Smithit dhe Durkheimit, ka shërbyer si deputet në legjislaturën e 8 duke udhëhequr Komisionin Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport, ndërkaq në fund vitet e 90-ta Ardi Angola ishte luftëtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Me numër 29, Edona Lalloshi. Edona Lalloshi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Edona, këngëtare me profesioniste, është angazhuar në muzikë që nga viti 1994. Si deputete nga lista e lëvizjes vetëvendosje, Edona synon të promovojë dhe mbështes kulturën, artin dhe rinin. Me numër 30, Taulant Kelmendi.
Taulanti ka përfunduar studimet themelore master dhe ndjek studimet doktorale në shkencat kompjuterike. Ka punuar si inxhinier i përpunimit dhënave në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Angazhimin politik ka filluar si aktivist i lëvizjes vetëvendosje prej më shumë se 12 vjetëve. Në qeverinë Kurti 2 u emërua zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe të Inovacionit. Arsim Ademi, numër 31. Arsim Ademi ka përfunduar studimet themelore dhe master në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në Universitetin Bujqësor Tiranës. Studimet e doktoraturës i ka kryer në Universitetin Norvegjez të Shkencave të Jetës në fushën e shkencave të tokës dhe të agronomisë. Mjek veteriner dhe ligjërues në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit Prishtinës. E në qeverinë Kurti 2, Arsim Ademi është zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe të Inovacionit. Me numër 32, Arjeta Fejza. Arjeta i ka përfunduar studimet themelore dhe master në filozofi në Universitetin e Prishtinës. Është angazhuar në mësimdhënie, duke ligjëruar lëndën e filozofisë dhe të logjikës në Gjimnazin Frank Bardhin Mitrovic. Në vitin 2021 u zgjodh deputete në legjislaturën e 8 të Kuvendit Kosovës, ku ka shërbyer si nënkryetare e Komisionit për Drejtët e Njerëzit, si dhe anëtare e Komisionit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport. Me numër 33, Adnan Rustemi. Adnan Rustemi ka përfunduar studime në shkenca politike dhe administratë publike në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës. Më pas ka vijuar studimet master në shkenca politike, shoqëri civile dhe zhvillim lokal. Është angazhuar si mësimdhënës, anëtar i KQZ-s dhe këshilltar politik. Në periudhën 2021-2024 ka qenë deputet i Kuvendit Republikës Kosovës dhe kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit. Me numër 34, Arbër Rexhaj. Arbër Rexhaj ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe si dhe shkenca politike. Aktualisht i ndjek studimet postdiplomike në letërsi shkencore në Universitetin e Prishtinës, ka botuar romane, poezi, monografi dhe publicistik, është zgjedhur deputet në Kuvendin e Kosovës për 3 legjislatura radhëzi, duke shërbyer në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje dhe Komisionin për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Me numër 35, Arjeta Rexhepi. Arjeta Rexhepi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës në drejtimin matematik informatik. Ka përvojë mbi 25 vjeçare si mësimdhënëse e matematikës dhe informatikës. Në legjislaturën e fundit ka qenë deputete dhe ka kontribuar në Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini e Sport dhe në Komisionin për Legjislacion. Me numër 36, Skënder Thaçi. Skënder Thaçi studimet e larta i kanë ndjekur në drejtimin e makinerisë, duke u profilizuar në fushën e zhvillimit teknik dhe industrial. Ai është anëtar i bordit këshilldhënës të Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, bashkëpunëtor në Universitetin Publik Haxhi Zej Kanpej dhe kryetar i bordit për turizëm. Skënder Thaçi është humanist dhe veprimtar dhe për kontributin e tij është nderuar me urdhrin Nëna Tereza. Enver Haliti e mban numrin 37. Enver Haliti ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës dhe ka mbaruar edhe studimet master në menaxhment në Universitetin e Evropës Juglindore. Ai është veteran i ushtrisë shqiptare të Kosovës,
ka shërbyer si drejtori i Drejtorisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe si drejtor i zhvillimit ekonomik dhe turizmit në komunën e Ferizaj. Në vitin 2019, Enver Haliti u zgjodh deputet dhe u rizgjodh në vitin 2021. Me numër 38 jeton Raka. Jeton Raka ka përfunduar studimet universitare në administratë dhe marrëdhënie ndërkombëtare, ka shërbyer si drejtor i Drejtorisë së Prokurimit në komunën e Shtimes dhe më pas si këshilltar politik i ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si dhe ka mbajtur e vazhdon të mbajë postin e zëvendës ministrit në të njëjtën ministri. Me numër 39, Albena Reshitaj. Albena është doktore e shkencave në patologji oromaksilofaciale. Paralelisht me formimin profesional në mjekësi, ajo përfundoi edhe studimet në dramaturgji në Fakultetin e Arteve të Universitetit Prishtinës. Albena është mësimdhënëse në Fakultetin e Mjekësisë, dega e stomatologjisë, si dhe specialiste e ortopedisë së nofullave në QKUK. Deputete në 3 legjislatura, ka shërbyer si ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Me numër 40, Adelina Grainca. Adelina i ka përfunduar studimet master në studime profesionale parashikimi strategjik dhe inovacion në Universitetin Amerikan në Kosovë. Gjatë mandatit të saj si deputete e Kuvendit Kosovës, Adelina Grainca ka shërbyer si anëtare në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë, si dhe në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Me numër 41, Sulejman Meholli. Sulejman Meholli është në përfundim të specializimin në shëndetësi publike me fokus në epidemiologji. Është i diplomuar edhe në shkenca politike. Meholli është profesor në shkollën e mesme të mjekësisë Dr. Gjeradin Dedan Mitrovic. Syla ka shërbyer si drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi dhe për Kujdesje Sociale në komunën e Vushtris. Me numër 42, Rufki Suma. Rufki Suma ka përfunduar studimet master në shkencat juridike dhe ka kontribuar në shërbim publik, arsim dhe veprimtari kombëtare. Gjatë luftës fundit në Kosovë, Rufki Suma ishte komandant i brigadës 164 Gafur Loku të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai është vëlla i dëshmorit Gjemsedin Suma. Për 3 mandate radhazi u zgjodh kryetari i komunës së Hanit të Elezit si kandidat i pavarur. Gjatë mandatit të parë në vitin 2010, Rufki Suma si kryetar e ndërroi emrin e komunës nga emërtimi famkeq General Janković në Han të Elezit, siç emërtohet edhe sot. Me numër 43, Adriana Matoshi. Adriana Matoshi studioi aktrim në Universitetin e Prishtinës në udhëheqjen e profesor Faruk Begollit. Është nga aktorët më të vlerësuara shqiptare në film dhe në teatr. Për filmin Kthimi fitoi çmimin aktoria më e mirë në Greqi. Për filmin Zona u shpërblye në Itali, Brazil, Paris dhe Valencia. Ndërkaq për filmin Të padashtun u vlerësua në Berlin dhe në New York. Filmat Kthimi dhe Hive apo Zgjoj u nderuan në Sundance, ku Hive hyri edhe në listën e ngushtë për Oscar. Ajo interpretoi në filmin Cold November, që shfaqet në Netflix. Në filmin Krejt e thirrin Regjen,
mori çmime në barit të Italisë, në Tetovë dhe në Prishtinë, dhe është aktoria kryesore në filmin Luna Park, për zgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë në Oscar 2026. Në teatr Adriana ka pasur rolet spikatura në Kosovë dhe ndërkombëtarisht në drejtimin e regjisorit Bekim Lumi. Angazhohet për të drejtat e grave dhe kundërdhunës në familje. Me numër 44, Bylbyl Sokoli. Bylbyl Sokoli është doktor i shkencave të edukimit fizik dhe sportit, aktualisht mban titullin profesor i asusuar dhe është profesor i angazhuar në Fakultetin e Shkencave Sportive. Bylbyli ka përvojë gjerë si trajner futbolli me pro licencë, duke udhëhequr ekipe në Superligën e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Ka kryer funksionin e seleksionuesit të Kosovës gjatë periudhës së pavarësimit të sportit në vitet 1996-1999 dhe në periudhën e pas luftës nga 2002 deri në 2005. Me numër 45, Hekuran Gashi. Hekuran Gashi është ekonomist dhe aktualisht shërben si drejtori i Departamentit Politikave Makroekonomike, Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve. Ka përfunduar studimet themelore në ekonomi dhe politika publike, si dhe është në përfundim të nivelit master të shkencave në analitik të dhënave. Hekurani ka udhëhequr për afro një dekadë operacionet dhe financat në sektorin privat, si dhe ka ofruar konsulencë financiare dhe menaxheriale për 10 biznese nga industri të ndryshme. Me numër 46, Dafina Gegja Bunjoku. Dafina Gegja Bunjoku ka përfunduar studimin në Fakultetin e Mjekësisë dhe është specializuar në epidemiologji. Gjithashtu studimet masteri ka përfunduar menaxhment shëndetësor, me mbi 18 vjet përvojë punë në shëndetësinë publike. Dafina ka kontribuar veçanërisht në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse. Që nga viti 2021, ajo mban pozitën e zëvendës ministres në Ministrinë e Shëndetësisë. Me numër 47, Nezir Kraki. Nezir Kraki ka studiuar për letërsi franceze dhe shkenca politike, së pari në Prishtinë dhe pastaj në Paris, për studime master dhe doktorat në Universitetin Paris es Créteil. Është ligjërues, studiues dhe ekspert i politikave evropiane. Në Universitetin e Stanfordit në Kaliforni të SBA-ve, ka ndjekur programin specializues në vendimarrje strategjike dhe menaxhim rreziku. Në vitet 2015-2016 ishte këshilltar i lartë për politikën e jashtme rajonale, çështje shqiptare pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe ishte deputet në legjislaturën e 9 të Kuvendit të Republikës tonë. Me numër 48, Mefail Bajqinovci. Mefail Bajqinovci ka përfunduar studimet për komunikim masiv duke u angazhuar në gazetari investigative dhe më pas në institucione publike. Rreth 13 vite ka shërbyer si zyrtar në Agjencinë kundër korrupsionit. Në qershor 2022, Bajqinovci u zgjodh kryesues i Komisionit Përgjithshëm për drejtësi, punë të brendshme dhe bashkëpunim në fushën e sigurisë në Asamblenë Parlamentare të Procesit Bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Me numër 49, Gani Krasniqi. Gani Krasniqi ka kryer studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai është ndër themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndër figurat kyçe të pranverës shqiptare
të vitit 1981. Ganiu ka shërbyer si kryetari i komunës së Malishevës në 2 mandate. Në zgjedhjet e vitit 2021, ai u zgjodh deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Me numër 50, Mytaher Haskuka. Mytaher Haskuka studimet master në psikologjinë sociale i ka përfunduar në Universitetin Boğaziçi në Stamboll, ndërkaq doktoratën në Universitetin Ludwig Maximilian në Munet të Gjermanisë. Aktualisht është udhëheqës i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Në vitin 2014 ai u zgjodh deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, duke u rizgjedhur edhe në zgjedhjet e vitit 2017. Në të njëjtin vit, Myta u zgjodh kryetari i komunës së Prizrenit e tani është antar i kryesisë së vetëvendosjes. Me numër 51, Liza Gashi. Liza Gashi është diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një përvojë të pasur në menaxhim, diplomasi dhe ndërlidhje komunitare, të cilën e konkretizoi përmes themelimit të organizatës Germin, që ka ndërtuar ura të fuqishme mes Kosovës dhe diasporës shqiptare. Ka shërbyer 2 herë si zëvendësministre në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës. Me numër 52, Ilir Qeriqi. Ilir Qeriqi është kandidat për doktoratur në shkencat e sigurisë, që nga angazhimi i tij në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës ka vazhduar punën e tij në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve të sigurisë. Në Forcën e Sigurisë Kosovës ka mbajtur pozita të rëndësishme, sikurse shef i stafit në shtabin e përgjithshëm të FSK-s, atashe i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht në ambasadën tonë atje, shef i kabinetit të komandantit të FSK-s, drejtor i Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Siguri në Ministrinë e Mbrojtjes, mban gradën ushtarake gjeneral. Me numër 53, Afërdita Hajrizi. Afërdita Hajrizi është arsimtare e gjuhës angleze. Për shumë vite ka punuar në sistemin arsimor të Kosovës, pas shpërnguljes në Belgjik, ka vazhduar rrugën profesionale si edukatore në kopshtin e fëmijëve, duke fituar përvojë të vlefshme në arsimimin e hershëm dhe në ndërtimin e komunikimit ndërkulturor. Profesoresha Afërdita e ka të vrarë burrin Agim Hajrizin, kryetarin e Kuvendit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e po ashtu e ka të vrarë edhe djalin e saj Ilir Hajrizin dhe vjehrën e saj Nazmije Hajrizin nga forcat e Serbisë në Mitrovic në natën e bombardimeve të NATO-s, kur ato nisën me 24 mars 1999. Profesoresha Afërdita dëshmoi në tribunalin e Hagës kundër Slobodan Miloševićit. Me numër 54, Ejup Ahmeti. Ejup Ahmeti studimet e larta I ka përfunduar në South East European University në drejtimin administrim biznesit Dega Finance. Ka përvojë të gjerë në sektorin privat, ku ka punuar në menaxhim biznesi, financa dhe projekte që lidhen me zhvillimin ekonomik, modernizimin e bujqësisë dhe përdorimin e teknologjisë në proceset e punës. Me numër 55, Labinot Demi Murtezi.
Labino Demi Murtezi ka përfunduar studimet për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. Karriera e saj profesionale përfshin një sër angazhimesh institucionale dhe politike. Labinota ka shërbyer si deputete e Kuvendit të Republikës në legislaturat 5, 7 dhe 8 e 9. Në 2 legislaturat e fundit ka qenë anëtare e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, si dhe e Komisionit për të Drejtat e Njerëzit. Me numër 56, Valën Ramadani. Valën Ramadani ka diplomuar në Administratë Publike dhe Diplomaci, deputet për 3 mandate radhëse si pjesë e Lëvizjes Vendosje. Valoni ka shërbyer në Komisionin për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media, ku ka mbajtur edhe pozicionin e kryetarit të Komisionit. Me numër 57, Egzon Azemi. Egzon Azemi ka ndjekur studimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017 garoi për herë të parë dhe ishte asamblesë në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Në vitin 2023, Egzoni u angazhua si këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, ndërsa prej vitit 2024 ushtron detyrën e shefit të kabinetit të ministrit në këtë ministri. Në zgjedhjet e fundit, Egzoni u rizgjodh asamblesë në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Me numër 58, Blerim Sallahu. Blerim Sallahu studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës Hasan Prishtina, ndërsa studimet master në drejtën kushtetuese i ka vijuar njëjtin universitet. Titullin doktor shkence në të drejtën ndërkombëtare private e ka marrë në Universitetin e Ankaras në Turqi. Në karrierën e tij profesionale ka shërbyer për shumë vite si këshilltar ligjor në grupin parlamentar të Lëvizjes Vendosje, ka qenë zëvendësministri i drejtësisë për 4 vite, aktualisht e ushtron detyrën e ushtruesit detyrës së ministrit drejtësisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Me numër 59, Egzona Tërdevci. Egzona Tërdevci ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës në Banka Financa dhe Kontabilitet dhe aktualisht ndjek studimet për master në të njëjtin drejtim. Ka shërbyer si asistente në kabinetin e zëvendësministrit në Ministrinë e Ekonomisë, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërmarrësisë, më pas si asistente në Komisionin Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe aktualisht është këshilltare politike profesionale në Kuvendin e Republikës Kosovës. Egzona ka shërbyer si asambliste në Kuvendin Komunal të Drenasit, është kryetare e Qendrës së Lëvizjes në Drenas, në zgjedhjet e fundit lokale ka qenë kandidate për kryetare në atë komunë. Me numër 60, Naim Bardiqi. Naim Bardiqi ka përfunduar studimet në mjekësinë e aviacionit në King's College në Londër, duke u certifikuar si mjek i aviacionit. Ai ka përvojë të gjerë në fushën mjekësore si mjek i përgjithshëm, me arsimim në Kosovë dhe në Gjermani, si dhe trajnim të specializuar në onkologji në Maqedoninë e Veriut dhe në Itali. Mban licencat të Autoritetit të Aviacionit Civil Kosovës për klasat 1, 2 dhe 3 si ekzaminues mjekësor i aviacionit. Ka shërbyer si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës Kosovës, ka udhëhequr bordin e fundit të sigurimit shëndetësor dhe ka shërbyer si kryetar i bordit të SHSKUK-s. Aktualisht është ligjërues në Kolegjin Hajmer dhe asistent profesor në klinikën e onkologjisë në Universitetin e Prishtinës. Naim Bardiqi gjithashtu ishte pjesëmarrës në luftën çlirimtare në rrallë të UÇK-s. Me numër 61, Agon Batusha.
Agon Batusha ka mbaruar studimet në integrim evropiane dhe aktualisht vazhdon studimet postdiplomike në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2013 është zgjedhur asamblesë në komunën e Gjakovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Në 2019 u zgjodh deputet dhe në 2021 u rizgjodh në zgjedhjet parlamentare. Agon Batusha është kryetar i qendrës së vetëvendosjes në Gjakovë. Me numër 62, Vigan Qorolli. Vigan Qorolli ka ndjekur studimet e doktoraturës në Universitetin e Gracit në Austri në fushën e të drejtës ndërkombëtare. Ai është jurist, profesor dhe studiues në fushën e drejtës ndërkombëtare dhe të politikës, është profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe në Qendrën për Energji dhe Qëndrueshmëri të Universitetit të Prishtinës. Aktualisht shërben si zëvendës ministri i drejtësisë në Qeverinë e Republikës Kosovës. Me numër 63, Shqipe Metaj Isufi. Shqipe Metaj Isufi është profesoreshe gjuhës angleze dhe aktualisht kandidate për doktoraturë në shkencat arsimore. Shqipja është angazhuar në lëvizje si antare e kryesisë së qendrës së vetëvendosjes në Ferizaj dhe gjithashtu si antare e kryesisë së grave për vetëvendosje. Në zgjedhjet e vitit 2021, Shqipja u zgjodh deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës. Me numër 64, Arsim Berisha. Arsim Berisha është specialist i mjekësisë familjare me një karrierë gjatë në shërbimin publik shëndetësor. Studimet i ka përfunduar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Prej vitit 2011 punon në Qendrën Komunale të Mjekësisë Familjare në Prizren, ku ka mbajtur role kyçe profesionale dhe menaxheriale, që nga viti 2021 Dr. Arsim Berisha ushtron detyrën e zëvendës ministrit të shëndetësisë. Me numër 65, Fahrush Regjepi. Fahrush Regjepi është doktor i shkencave të historisë dhe të teologjisë islame, si dhe ish dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale në Kolegjin AAB. Profesor Farushi është vëllai i dëshmorit Niazi Regjepi, luftëtar në brigadën 138 Agim Ramadani, i rënë me 6 maj të vitit 1999 në betejë me forcat armike serbe të Rasa e Kosharës. Me numër 66, Mimoza Shala. Mimoza Shala është ekonomiste diplomuar, gjatë viteve 1998-1999, ka qenë pjesëtare ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën operative të Dugazhinit, duke shërbyer në brigadat 131 Jusuf Gërvalla, 134 Bedri Shala dhe 137 Gjakova. Ajo ka shërbyer me gradën togere në brigadën 137 Gjakova në policinë ushtarake të UÇK-s deri në demobilizim. Aktivizmin politik në lëvizjen vetëvendosje e ka filluar në vitin 2011, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, 2017, 2021 dhe 2025 është zgjedhur asambliste në Kuvendin Komunal Gjakovës. Me numër 67, Kaltrina Gruda. Kaltrina Gruda ka ndjekur studimet themelore universitare në shkenca shëndetësore terapeutike, duke u diplomuar në drejtimin logopedi. Kaltrina ka ndjekur trajnime dhe ka marrë pjesë në iniciativa që promovojnë qasjen e hershme terapeutike për fëmijët me nevojat veçanta. Kaltrina Gruda është pjesë aktive e lëvizjes vetëvendosje dhe aktualisht mban pozitën e kryetarës së grave për vetëvendosje në qendrën e lëvizjes son në Skënderaj.
Me numër 68, Ilir Kërçeli. Ilir Kërçeli është diplomuar në ekonomi, administratë publike dhe qeverisje digjitale. Në vitin 2019, a ju bashkua lëvizjes vetëvendosje duke kandiduar për deputet. Ka qenë këshilltar për strategji mediale në Ministrinë e Punëve të Jashtme, nga viti 2021 ka shërbyer si shef i kabinetit kryetarit të Kuvendit Glau Konjufca. Në zgjedhjet parlamentare të këtij viti është zgjedhur deputet i legjislaturës së 9. Me numër 69, Fitim Haziri. Fitim Haziri ka përfunduar studimet universitare në drejtimin e stomatologjisë në Universitetin e Shkencave dhe Teknologjisë në Sana. Prej vitit 2006 punon si stomatolog, në vitin 2019 u zgjodh deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës në legjislaturën e 7. Në legjislaturën e 8 u rizgjodh deputet dhe u angazhua në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Me numër 70, Ali Dula. Ali Dula ka përfunduar studimet bachelor në gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës, master në komunikimin masiv dhe gazetarinë Tiranë dhe në kolegjin AAB. Ndërka që doktoraturën e ka mbrojtur në Fakultetin e Komunikimit të Universitetit Marmara në Stamboll. Profesor Aliu ligjeron në kolegjin AAB në fushat e gazetarisë, komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Më parë ka punuar si gazetar dhe autori pavarur, duke kontribuar në mediat ndryshme me artikuj për kulturën, shoqërinë, politikën dhe edukimin. Në zgjedhjet e fundit lokale ishte kandidat për kryetar në komunën e Rahovec. Me numër 71, Drita Pajaziti. Drita Pajaziti është diplomuar në shkenca politike në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës dhe master i studimeve evropiane dhe administratë publike. Prej vitit 2020, Drita është anëtare aktive lëvizjes vendosje, ka shërbyer si këshilltare komunale në Kuvendin Komunal në Podujevë. Me numër 72, Blerim Gashi. Blerim Gashi është politolog me ekspertizë shumë vjeçare në politikat publike dhe qeverisje me fokus në qeverisjen lokale. Ai ka dhënë kontribut në zhvillimin e mendimit kritik dhe politik prej shumë vitesh tashmë. Përveç në sferën politike, Blerimi ka përvojë shumë vjeçare në menaxhimin e projekteve në shoqërinë civile dhe në media. Me numër 73, Abdullah Klinaku. Abdullah Klinaku është master i shkencave juridiko-civile dhe i specializuar në kriminalistik nga Universiteti Bochum në Gjermani. Është autori disa librave që trajtojnë çështjet politikës, diplomacisë dhe publicistikës. Ka shërbyer në institucione qendrore dhe lokale, ndërto si këshilltar politik Ministrinë e Shëndetësisë dhe si drejtor për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Vushtrisë. Nita Shehu mban numrin 74. Nita Shehu është pedagoge dhe ka përfunduar studimet bachelor në programin e arsimit fillor. Karrierën profesionale ka nisur në vitin 2003 në Kuvendin Komunal Kaçanikut, ku ka shërbyer si zyrtare për parazitë gjinore. Në vitin 2008 ka vazhduar punën në shkollën fillore Qamili Lazi në Kaçanik vjetër. Në aspektin politik e shoqëror, Nita Shehu është pjesë aktive e vetëvendosjes, ku mban pozitat e kryetarës së grave për vetëvendosje në qendrën e lëvizjes sonë në Kaçanik. Me numër 75, Shefqet Gjocaj. Shefqet Gjocaj ka përfunduar studimet bachelor dhe master në dramaturgji në Fakultetin e Arteve të Universitetit Prishtinës.
Gjatë viteve të luftës punoj si korrespondent i Koha Ditore dhe i televizionit shqiptar e nga viti 1999 deri në 2005 ka shërbyer në disa organizata ndërkombëtare duke udhëhequr projekte të rindërtimit pas luftës, zhvillimit urban dhe të trajnimeve profesionale. Shefqet Gjocaj është aktor, regjisor dhe dramaturg, themelues trupash teatrore dhe autori disa dramave origjinale. Si skenarist i filmit Kthimi në regji të Blerta Zeqirit, është fitues i çmimeve ndërkombëtare, përfshirë ato në Sundance dhe Sarajevo Film Festival. Me numër 76, Agon Dobruna. Agon Dobruna është i diplomuar në drejtimin menaxhment dhe informatik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës. Nga viti 2010 deri në vitin 2021 ka shërbyer në pozitën e udhëheqësit regional të përkujdesit ndaj konsumatorëve në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës, më vonë KEC dhe KESCO, distrikti në Gjakov. Nga viti 2023, Dobruna është emëruar në pozitën e zëvendës ministrit të Ministrisë Financave e Punës dhe Transfereve me fokus për pjesën e punës dhe mirëqenies sociale. Me numër 77, Jeta Dida Bujari. Jeta Dida Bujari është pianiste, pedagoge e pianos dhe menaxhere arsimit me mbi 20 vjet përvojë në kulturë, arsim dhe udhëheqje institucionale. Për 17 vite ka punuar në Radio Kosova si autore dhe udhëheqëse e emisioneve kulturore. Nga viti 2005 është profesore e pianos në Shkollën e Muzikës Prenk Jakova, është bashkautore e teksteve Edukata Muzikore 2 dhe Edukata Muzikore 3, të miratuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Aktualisht shërben si nënkryetare e trupës këshilldhënëse të Fakultetit të Arteve të Universitetit Prishtinës. Me numër 78 është Viktor Buzhala. Viktor Buzhala është ekonomist i diplomuar dhe njohës i fushës së energjetikës. Ai është formsuar profesionalisht në gazetarinë ekonomike dhe është i angazhuar në analizën politike e publike. Me numër 79, Diana Qarkagjia. Ka përfunduar studimet themelore në edukim dhe master në menaxhim të arsimit në Universitetin e Prishtinës, duke u specializuar në menaxhimin dhe zhvillimin strategjik të arsimit. I ka mbi 30 vite përvojë në arsim dhe menaxhim arsimor. Aktualisht është drejtore e Qendrës për Aftësim Profesionale dhe Inovacion në Kolegjin AAB, ligjëruese dhe koordinatore për çështje mësimore në Fakultetin e Shkencave Sociale. Diana është sekretare e Partisë Alternativa dhe anëtare e Kuvendit Komunal Gjakovës për disa mandate. Me numër 80, Burim Mehmeti. Burim Mehmeti ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës, si dhe studimet master në menaxhment ndërkombëtar. Ndërmarrës me mbi 3 dekada përvojë në sektor ndryshëm, Burimi ka zhvilluar biznese suksesshme në tregti, pasuritë paluajtshme, në industrinë ushqimore dhe në konsulencën strategjike. Me numër 81, Agim Bahtiri. Agim Bahtiri, pas përfundimit të arsimit në menaxhment në Holand, ka punuar si menaxher marketingu dhe menaxher i blerjes dhe shitjes dhe është licencuar në shumë trajnime në fushat për udhëheqje dhe menaxhment. Agimi ka shërbyer si kryetari i Komunës Mitrovicës për 2 mandate nga 2013 deri në 2021 dhe së fundmi ishte deputet i legjislaturës së 9. Me numër 82 është Filiz Mustafa. Filiz Mustafa ka mbaruar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, drejtimi punë sociale dhe vazhdon të ndjek studimet master
në sociologji. Ka punuar si terapist punëtor social në qendrën e autizmit në Prishtinë. Nga viti 2019 është angazhuar në sekretariatin e përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje e më pas si pjesë e ekipit koordinimit me qendra. Nga viti 2022, Filizi është edhe këshilltar politik i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës së Kosovës e së fundmi ishte edhe kandidat i yni për kryetar të komunës së Sharrit Dragoshi. Me numër 83, Lulzim Hetemi. Lulzim Hetemi për shumë vite shërbeu si mësimdhënës, angazhimi i tij politiku konkretizua në lëvizjen vetëvendosje. Në vitin 2023, qytetarët i besuan atij për drejtimin e komunës së Leposaviqit. Ai arriti të funksionalizoj komunën sipas ligjeve të Republikës së Kosovës dhe të vendos rend, ligjshmëri e qartësi institucionale atje. Lulzim Hetemi është vëllai i dëshmorës së kombit Fatime Hetemi, e cila ra heroikisht me 22 shtator të vitit 1998 bashkë me Fehmi e Gjev Ladrovsi. Me numër 84, Dafina Alishoni. Dafina Alishoni ka përfunduar studimet themelore në drejtimin marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Stambollit në Turqi dhe gjithashtu në Universitetin e Hagës të shkencave të aplikuara në Holland. Nga viti 2021, Dafina është koordinatore e asamblezëve të lëvizjes vetëvendosje në nivel vendi si pjesë e sekretariatit të përgjithshëm të lëvizjes sonë. Ajo ka shërbyer për 2 mandate si asambleiste në Kuvendin Komunal të Prizrenit. Me numër 85, Elesa Rashiti. Elesa Rashiti ka përfunduar studimet themelore në inxhinieri softwarike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan. Aktualisht vjen studimet master në drejtimin sistemet kontrollit dhe inteligjencë artificiale. Përvoja profesionale e Elesës përfshin angazhimin në ekipin e kabinetit kryetarit komunës Gjilanit, si dhe ka udhëhequr projekte të fushës STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, ndërto platforma digjitale për fermerët e Gjilanit. Me numër 86, Burim Demiri. Burim Demiri ka mbaruar studimet në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës në drejtimin e kantos. Aktualisht ndjek studimet postdiplomike master në kanto në Universitetin e Arteve Shtetërore në Tiranë. Burimi është themelues i grupit muzikor Bitonia dhe ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në industrinë e turizmit dhe të muzikës. Në vitin 2023 u angazhua si këshilltar i jashtëm për kulturë i kryetarit të komunës në Gjilan nga radha e televizjes vetëvendosje. Burim Demiri vjen nga partia Guzo në listën tonë të përbashkët 110 kandidatëve. Me numër 87, Gazmen Krasniqi. Gazmen Krasniqi ka mbaruar në Fakultetin e Arkitekturës të Universitetit Prishtinës si arkitekt. Ai ka fituar përvojë të gjerë në projektim, menaxhim hapësinor dhe planifikim urban. Synon të kontribuojë në zhvillimin e planifikimit qëndrueshëm urban, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e infrastrukturës. Me numër 88, Luan Aliu. Luan Aliu ka kryer studimet për kriminalistik, ka shërbyer si këshilltar politik Ministrinë e Punëve të Brendshme në legjislaturën e fundit, si deputet është angazhuar në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, është aktivist nga Gjilani që nga themelimi i qendrës së vetëvendosjes atje para 2 dekadave. Me numër 89,
Majlinda Nushi Limoni. Majlinda Nushi Limoni studimet universitare I ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, ndërkaq ka përfunduar edhe magjistraturën në shkencët e farmacisë. Aktualisht ndjek studimet e doktoraturës në shkencat farmaceutike në Shkup. Ajo është farmaciste dhe menaxhere me përvojë në sektorin shëndetësor dhe atë publik, është certifikuar nga organizata CASIN Gjenevë për sfidat e të bërit politik në shekullin 21. Me numër 90, Besnik Shala. Besnik Shala ka përfunduar studimet themelore dhe master në fushën e ekonomisë dhe të qeverisjes publike. Nga viti 2007 deri në 2020 ka punuar si menaxher në sektorin privat. Aktualisht Besnik Shala shërben si asamblejist në komunën e Gjilonit. Me numër 91, Vendenis Lahu. Vendenis Lahu ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Me profesion mjek, ajo është në përfundim të specializimit në lëminë e kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Më parë ka shërbyer si mjek në klinikën emergjente dhe atë të neurologjisë në QKUK. Në legjislaturën e fundit ka qenë deputet I legjislaturës së 8 të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe antar I Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Me numër 92, Albert Selishta. Albert Selishta ka përfunduar studimet në Universitetin Uludaj në Bursë të Turqisë, në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, ndërkaq studimet master në fushën e prodhimit. Përvojën profesionale e ka nisur në Qendrën e Trajnimit Profesionale Budgem, që funksionon në kuadër të Odës Ekonomike në Bursë, ku ka punuar si koordinator me nxënës ndërkombëtar. Që nga viti 2023 jeton dhe punon në Kosovë, ku ka qenë menaxher në 2 fabrika që veprojnë në sektorin e mobileve dhe të metalit, duke sjellë përvojën e tij shumë vjeçare në organizim dhe efikasitet të proceseve të prodhimit. Me numër 93, Adelina Veliu. Adelina Veliu ka diplomuar në drejtimin arkitektur, për më shumë se 10 vite ka qenë angazhuar si menaxhere në biznesin familjar, edhe pse nuk ka qenë më parë angazhuar drejt për drejt në politik. Adelina ka vendosur të përfshihet në këtë fushë për të kontribuar edhe më shumë në përfaqësimin e shqiptarëve të luginës së Preshevës. Me numër 94, Donjeta Ismaili. Donjeta Ismaili ka përfunduar studimet në drejtimin matematik financiare në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore. Aktualisht punon si menaxhere e operacioneve në një prej institucioneve më të njohura të arsimit të lartë profesional në Kosovë, në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. Angazhimin politik në lëvizjen vetëvendosje e ka filluar në vitin 2015 si aktiviste, ndërsa që nga viti 2020 mban pozitën e nënkryetares së qendrës së lëvizjes në Kamenic Dardon. Me numër 95, Enver Dugolli. Enver Dugolli është I diplomuar në sociologji në Universitetin e Prishtinës. Si rezultat I veprimtarisë dhe I bindjeve të tij patriotike, Enveri ka qenë I burgosur politik 2 herë, në vitin 1981 dhe 1997, dhe I ka mbajtur gjithsej mbi 10 vjet burg të rënd. Ai është një nga të mbietuarit e masakrës së burgut të Dubravës,
Pas luftës e Verdugolli shërbeu në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe më pas në forcën e sigurisë Kosovës, më pas ka qenë edhe atashe i mbrojtjes në ambasadën e Republikës Kosovës në Tiranë dhe u nderua me gradën general brigade në pension. Enveri është autor i librit Qark i mbyllur pa mbyllur burgjesh. Me numër 96, Fatos Geci. Fatos Geci është i diplomuar në drejtimin banka, financa dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Fatos Geci, me preardhje nga Llaushe e Skënderajt, ka vazhduar një pjesë të studimeve të doktoratës në universitetet më prestigjioze evropiane dhe ka arritur të jetë fitues i 3 bursave të një pas njëshme ndërkombëtare në Universitetin Côte d'Azur në Francë. Fatosi ka një karrierë të konsoliduar në fushën e financave në sektorin privat. Me numër 97, Bajram Mavriqi. Bajram Mavriqi ka studiuar ekonomi dhe mban titullin Master në Management, që nga viti 2008 ai udhëheq shërbimet e kontabilitetit në disa prej ndërmarrjeve më të suksesshme në Anamorov, kurse ka përvojë mbi 10 vjeçare si përgjegjës i sektorit të rinisë në komunë. Ndërka që në vitin 2018 ka qenë kryesues i kuvendit komunal për një periudhë, Bajram Mavriqi, që nga viti 2015 e udhëheq qendrën e lëvizjes vetëvendosje në Dardon Kamenic. Me numër 98, Fjolla Ujkani. Fjolla Ujkani ka diplomuar në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe aktualisht i ndjek studimet pas universitare në administratë publike diplomasi. Nga viti 2017, Fjolla ka qenë anëtare e Kuvendit Komunal në Vushtrri si përfaqësuese e lëvizjes vetëvendosje. Në vitin 2019, ajo u zgjodh deputete për herë të parë në Kuvendin e Kosovës, ku shërbeu si anëtare e Komisionit për të drejtët e njeriut, barazi gjinore, personat pagjetur dhe peticione. Në vitin 2021, Fjolla fitoi mandatin e dytë si deputete, duke u angazhuar si nënkryetare e Komisionit për Integrime Evropiane. Me numër 99, Gramoz Agusholli. Gramoz Agusholli është i specializuar si laborant dentar dhe i diplomuar në menaxhment biznesi. Profesionin si laborant dentar e si ndërmarrës e ka kulmuar me një laborator të suksesshëm dentar në qytetin e Pejës. Ka prioritet sektorin e shëndetësisë dhe të mirëqenies sociale. Me numër 100, Valon Hoti. Valon Hoti ka ndjekur studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës. Nga viti 2007 është i angazhuar në lëvizjen vetëvendosje, duke qenë aktivisht pjesë e organizimit si dhe pjesë e strukturave drejtuese. Nga viti 2014 deri në 2017 ka qenë anëtar në Kuvendin Komunal në Malishev. Nga viti 2018 deri në 2023 ka qenë i angazhuar si koordinator për qendrat e lëvizjes vetëvendosje. Me numër 102, Alban Bajrami. Alban Bajrami ka përfunduar studimet themelore në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina dhe po vazhdon studimet master në integrime evropiane. Ka punuar në kompani private si drejtor për menaxhimin e resurseve njerëzore,
duke fituar përvojë të rëndësishme në menaxhim dhe organizim. Që nga viti 2021, Albani ka shërbyer si deputet i Kuvendit të Kosovës. Me numër 103, Adelina Stubla. Adelina Stubla ka përfunduar studimet master në psikologji dhe është infermiere me profesion, me përvojë të gjerë në fushën e shëndetësisë dhe në organizimin institucional lokal. Adelina është aktiviste e lëvizjes vetëvendosje që nga viti 2010 dhe për 4 mandate radhazi ka shërbyer si asambleiste në komunën e Podujevës. Adelina Stubla është drejtore e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në komunën e Podujevës që qeveriset nga lëvizja vetëvendosje. Me numër 104, Ilir Gashi. Ilir Gashi ka ndjekur studime në shkenca politike dhe ka përfunduar masterin në drejtimin e trashëgimisë kulturore dhe të menaxhimit turizmit. Një pjesë e madhe e karrierës tij ka qenë i angazhuar në organizatat e shoqërisë civile, duke realizuar projekte shumëta kulturore dhe edukative. Angazhimin e tij politik e ka filluar në vitin 2017 me zgjedhjen si antar i Kuvendit Komunal në Prizren, ku vazhdon të shërbej edhe gjatë mandatit të tij të tretë. Me numër 105 është Tafil Peci. Tafil Peci ka diplomuar në Fakultetin e Arteve në Prishtinë grafik, shoqata Artistët pa kufi me seli në Tokyo e ka radhitur atë ndër 11 artistët më të spikatur global për kontribut në zonat e krizës. Është autori 12 ekspozitave personale dhe pjesëmarrës në mbi 30 bienale ndërkombëtare. Ka fituar 8 çmime kombëtare ndërkombëtare. Tafili ka shërbyer si asamblest komunal dhe 2 herë si drejtor i kulturës, rinisë dhe sportit. Driton Hyseni, numër 106. Driton Hyseni ka përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Dega Kompjuterik, në Prishtinë, ndërsa ato pas universitare në programin MBA Business ndërkombëtar në Universitetin Donau në Krems të Austrisë. Në maj 1998, ju bashkua Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ka shërbyer si menaxher për koordinimin e fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, si deputet 2021-2025, ka udhëhequr delegacionin e Kuvendit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku luajti një rol kyç në avancimin e statusit të delegacionit nga vëzhgues në antar të asociuar për vendin tonë. Me numër 107, Shqipe Jashari Ramedani. Shqipe Jashari Ramedani është magjistre e menaxhmentit shëndetësor dhe eksperte e certifikuar për siguri dhe shëndet në punë me përvojë mbi 10 vite në sektorin shëndetësor publik. Karrierën e ka zhvilluar në Spitalin e Përgjithshëm të Ferizajt, në fusha që lidhen me menaxhmentin e sigurisë dhe të mirëqenies në vendin e punës. Për 2 mandate e ka përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Ferizajt. Me numër 108, Hamdi Bytyqi. Hamdi Bytyqi është inxhinier i diplomuar i termoenergjetikës. Karrierën e tij e ka filluar si profesor i lëndëve profesionale të ngrohjes qendrore në Shkollën Teknike Skënder Luarasin Suarek. Në politikë është aktiv që nga viti 2009, ku ka shërbyer si asamblest komunal në Suarek, kurse në qershor të vitit 2025 ju bashkua lëvizjet vetëvendosje, ku kandidoi për kryetar të komunës së Therondës Suarekës.
me numër 109 Selman Sokolaj. Selman Sokolaj është jurist i diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku aktualisht ndjek studimet postdiplomike në drejtimin administrativ kushtetues. Përvojën profesionale ka ndërtuar si përfaqësues ligjor i komunës Prizrenit, duke mbrojtur interesin publik dhe ligjshmërinë institucionale. Në lëvizjen vetëvendosje ndër vite ka kontribuar në strukturat organizative e programore përfshirë sekretariatin për emancipim politik apo shkollën politike, si që quajmë ndryshe ne të vetëvendosjes. E para se të kalojmë të numri 110, Sali Zyba është numri 101, Rea Krasniqi. Rea Krasniqi studion shkencat kompjuterike dhe inxhinierin, ka shërbyer në kabinetin e Ministrisë Punëve të Brendshme, aktualisht Rea punon si konsulente e sigurisë kibernetike me fokus në strategjitë e mbrojtjes dhe menaxhimit të rrezikeve në teknologjinë e informacionit. Angazhimin politik në lëvizjen vetëvendosje e ka nisur herët, fillimisht në qendrën e Prizrenit këtu dhe më pas si pjesë e kryesisë së rinisë së lëvizjes vetëvendosje. Pas Rea Krasniqi me numër 101, listën e përmbyllim sërish me Sali Zyba numër 110. Sali Zyba i ka kryer studimet në menaxhment dhe informatik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës, është ushtar e luftëtar i 3 luftrave çlirimtare, antar i lëvizjes sonë që nga themelimi. Sali Zyba ka mbajtur pozita të rëndësishme brenda organizatës sonë. Në karrierën e tij parlamentare, Zyba është zgjedhur deputet për 3 mandate radhëse në Kuvendin e Kosovës dhe si deputet ka shërbyer në disa komisione parlamentare. Të dashur qytetarë të Prizrenit, të nderuar pranishëm, pjesëmarrës të këtij tubimi kur prezantuam 110 kandidatët e listës tonë, e listës tuaj fituese me numrin 116, unë ju falenderoj të gjithë juve, që do të thotë secilën e secilin për kontributin dhe mbështetjen e pandalshme të pakursyer e të parezerë. 110 kandidatët e listës me numrin 116 janë zgjedhja e duhur dhe zgjidhja për siguri dhe për begati, por edhe ma shumë siguri edhe ma shumë begati. Të dashur qytetarë që jeni këtu në sallë dhe ju të tjerët që na ndiqni përmes televizioneve ose në rrjetet sociale, mirupafshim nesër mbrëma në sallën 1 tetori në Prishtinë për shpalosjen e zotimeve tona për 4 vitet e mandatit të ardhshëm dhe pas nesër mbrëma, të mërkurën mbrëma, në sallën Minatorin Mitrovic, ku e bëjmë hapjen zyrtare të fushatës për zgjedhjet e së dielës së 28 dhjetorit. Që të dyja këto, edhe nesër mbrëma në 1 tetor në Prishtinë, edhe pas nesër mbrëma në Minatori të Mitrovicës, janë tubime që fillojnë në orën 19. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe pjesëmarrjen. Mirupafshim e natën e mirë.
Po.